Belinda Balluku është një nga emrat më të komentuar në qeverinë Rama. Ajo tashmë pritet të ketë një përballje me drejtësinë, pasi është e thërritur nga SPAK, ndërkohë që i është kërkuar të marrë me vete një avokat, gjë që ngre dyshime se akuzat ndaj ministres mund të jenë penale. Por në vorbullën e këtyre lajmeve, Belinda ka prezantuar drejtorin e ri të portit të Durrësit. Ajo që ka marrë më shumë vëmendjen nuk ka qenë prezantimi i drejtorit, por fakti që Belinda është shfaqur me syrin e nxjerr. Konturi i porsyrit është dukshëm më i errët se tjetri. Pyetja që po vlon në rrjetet sociale është: a duket i nxjerr syri i majt i zëvendës kryeministres? Pse u shfaq me shenja, pikërisht tani që është thërritur nga SPAK, dhe pse duket se nuk kanë fund? Belinda nuk ka dalur të flasë publikisht për këtë gjë, por sigurisht që është përgjigjur pyetjeve të miqve të saj, kur i kanë thënë se çfarë i ka ndodhur. Burime e pranë-ministres janë shprehur se ajo i ka thënë se i gjithë problemi është se video është xhiruar me një telefon dhe jo me kamerë profesionale. Drita e fortë e mesditës dhe kamera e telefonit që nuk fal asimetrinë e fytyrës, vendi ku është xhiruar video ka qenë gjysmë diell dhe gjysmë hije. Kjo ka bërë që të njëri krah të shfaqet syri i nxjerr. Pra, sipas ministres, kjo është një arsye teknike. Megjithatë, ka edhe zëra të tjerë pranë saj që shprehen se shpesh ndërhyrjet estetike me gjilpëra në fytyrë lënë shenja që mund të zhduken brenda disa ditësh. Ndoshta, ky mund të jetë edhe rasti i Belinda Ballukut.